Ndërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në këndvështrim. Në këtë takim të radhës do të flasim për një këndvështrim mbi kulturën shqiptare, mbi disa procese të rëndësishme, të cilat kanë ndodhur s'paku një shekulli më herët, dhe do të ndalemi për t'i analizuar disi dhe për t'i kthyer një debati deri diku që nuk është shterur. Sa janë shqiptarët europian, sa janë shqiptarët, cili është identiteti i tyre kulturor. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që këtë bisedë sot ta zhvilloj me një studiues, një historian i cili i ka kushtuar fokus të veçantë këtij aspekti. Indor mirë se vini. Hasan Bello ne kemi në studio. Mirë se u gjej. Ju keni bërë një shkrim me sa duket për kënaqësinë tuaj në rrjetet sociale, duke sjellë disa fakte interesante rreth oksidentalizimit të jetës së shoqërisë shqiptare në një farë mënyrë. Shqipëria ka qenë pjesë Perëndimit Osmane për 500 vjet, çka nënkupton logjikisht që ka qenë një shoqëri orientale. A qëndron kjo tezë që për faktin se ishim pjesë e Perëndimit Osmane kemi qenë shoqëri tërësisht orientale? Ka pikpamje ndryshme, qoftë nga historianët, por edhe nga mendimtarët shqiptar, pra nga shkrimtarët ose sociologët, filozofët, aq sa kemi natyrisht, të cilët ndahen në këtë aspekt, pra një pjesë thotë që shqiptarët janë kryesisht europian, një pjesë që jemi oriental, por për mendimin tim pikpamja më saktë është që këtu ka një ndërthurje qytetërimesh. Pra gjeografikisht Shqipëria është midis lindjes dhe perëndimit, përsi siç kanë thënë dikur një shtëpi ndërtuar mbi urë. Pra ku kalojnë të gjithë qytetërimet, perandoritë, rrymat e tjerë. Pra ka pasur të pashmangshme të mos po themi ndërthur brenda saj element perëndimor, po gjithashtu dhe oriental. Për shkak të vendodhjes sigurisht, po edhe këto konceptet oriental occidental janë koncepte relativisht vona në literaturë ose në politologji, pra nuk janë koncepte që kanë qenë përdorur themin e para 200-300 vjetësh, po i përkasin kryesisht shekullin 19. Këtë periudhë fillon e artikulohen më saktë. Gjithsesi, edhe në Perëndorinë Osmane, ku ne bënim pjesë, procesi i oksidentalizimit është një proces që ka filluar vonë. Pra edhe ky në shekullin 19 fillon atje, kryesisht i cili reflektohet edhe këtu më pas, kryesisht tek pjesa e burokratëve të Perandorisë dhe shtetit Osman, ku ne kishim kontributet tona, pra kishim shqiptarët tanë që punonin në administratën osmane dhe të cilët ishin shkolluar një pjesë e tyre në Francë ose në shtetet perëndimore. Pra oksidentalizimi i shoqërisë turke, nëse themi kështu. Osmane sepse që do të reflektojë edhe këtu te ne. Po thoni që ka qenë një proces i cili ka qenë para rënies së Perëndorisë Osmane? Para rënies së Perëndorisë Osmane, pra edhe në Shqipëri procesi i oksidentalizimit të shqiptarëve, të përditshmërisë, të veshjes, të mënyrës së sjellurit, ushqyerit e tjerë, fillon që para 12-s, kryesisht tek burokratët, të familjet e rëndësishme shqiptare, tek hoxhaqet, pra ata që kishin mundësi ekonomike të shkollonin fëmijët qoftë brenda Shqipërisë, qoftë në Stamboll apo në shtete të tjera të Perëndorisë Osmane të Europës, fillon pikërisht tek ta. Kjo reflektohet në radh park tek veshja, pra nga fundi i shekullit 19 në Perëndorinë Osmane dhe në Shqipëri fillon ai koncepti alla frënga dha turka, pra i cili referohet kryesisht mënyrës së veshjes në radh parë. Pastaj, sigurisht kjo ka të bëjë edhe me mënyrën e të folurit, komunikimit, të jetës së përditshme e tjerë, mënyrës të ndërtonin shtëpiat, sepse reflektohet edhe në aspektin arkitektonik tek arkitektura banesës shqiptare. Por tregon superiorin kulturor që tashmë perëndimi kishte në arenën globale, po themi në këtë ndërveprimin ndërkulturor dhe ishte e modës, ishte tendencë Po ishte modë, alla frënga është një lloj mode që përhapet, siç kemi thot trende ose brende të ndryshme ndërkombëtare, mund të jenë dhe indiane dhe pakistaneze, kodion ose kineze, por që bëhet brand, ose TikToku për shembull është një brand ose një shpikje kineze, por është fenomen global sot. Pra edhe në atë periudhë, sidomos mbas revolucionit industrial, të gjysmës së dytë, të gjysmës së parë të shekullit 19, perëndimi fiton një supremaci në aspektin industrial dhe ekonomik dhe ushtarak, dhe kjo reflektohet edhe në aspektin kulturor, pra në letërsinë, në filozofinë perëndimore, e cila filloi të ketë një ndikim shumë të madh në Perëndorinë Osmane. Megjithatë, oksidentalizimi i Perëndorisë Osmane dhe këtë kuadër i shqiptarëve fillon kryesisht reflektohet më tepër
në ushtrinë, pra në modernizimin e ushtrisë osmane, ku ishin dhe shqiptarët pjesë e strukturës, dhe në aspektin legjislativ. Dhe legjislacioni osman pas periudhës së Tanzimatit të vitit 1839 merret kryesisht nga Franca. Pra pothuajse të gjithë legjislacioni që ka të bëjë me administratën apo me aspekte të ndryshme social-politike merret kryesisht nga bota franceze, pra përkthehet nga frëngjishtja dhe përshtatet në një farë mënyre në shtetin osman. Pra nuk ishte oksidalizuar tashmë vetëm shoqëria ose i shtresë kulturore, por se ishin tashmë pjesë edhe të reformave shtetërore. Po, në drejtësi, pra kryesisht ushtria dhe legjislacioni, po legjislacioni pastaj ndryshe nga ushtria ka një impakt të drejtë për drejtë në aspektin social, pra të kombësive të ndryshme që jetonin në kuadër të perandorisë osmane. Kjo reflektohet edhe këtu dashje pa dashje, qoftë në ndarje administrative, në mënyrën se si funksiononte administrata lokale e perandorisë osmane, ku bënin pjesë edhe 4 vilajetet shqiptare, por edhe në institucionet arsimore, sepse institucionet arsimore perandorisë osmane dhe ne në Shqipëri kemi pas shumë shkolla për hisë vërtetës jo vetëm osmane, po edhe shkolla greke, bullgare, rumune, franceze, austro-hungareze, italiane, gjitha këto kanë ndikuar në një farë mënyre në lokalitete të caktuara që të përçojnë atë frymën e oksidentalizimit. Kjo nëpërmjet shkollimit, pra mësimit gjuhëve të huaja, pra dikush mësonte frëngjisht, dikush italisht, dikush gjermanisht në varësi të këtyre shkollave, por të gjitha në një farë mënyre kanë kontributin e tyre ose impaktin e tyre në procesin e oksidentalizimit të shoqërisë shqiptare. Pra ky proces fillon para 12-s, por sigurisht që mbas 12-s, pra me krijimin e shtetit pavarur shqiptar, procesi i oksidentalizimit të shoqërisë shqiptare fillon me hapa më të shpejt. Kjo për arsye sepse shqiptarët krijojnë shtetin e tyre dhe marrin si model gjithnjë më shumë legjislacionin evropian. Dhe kjo pastaj ka impakt shumë të madh në mënyrën e tjeturit, veshjes, të komunikimit, të arkitekturës së qyteteve shqiptare e tjerë. Fillimisht shtetet evropiane, Austro-Hungaria për shembull, i sugjerojnë shqiptarëve që legjislacionin ose organizimin e gjykatave shqiptare mos ta ndryshonin, pra mos të merrnin direkt një model evropian të organizimit të sistemit gjyqësor, po të ruanin sistemin osman, legjislacionin osman. Këtë ta bënë në formë graduale, pra zëvendësimin e gjykatave dhe legjislacionit osman, sepse sipas austro-hungarizëve, të cilët ishin një lloj protektori në 12-ën ndaj shtetit shqiptar, kjo do sillte një impakt negativ po të bëj për një herësh. Dhe ata sugjerojnë që të bëhen në mënyrë graduale. Dhe elita politike dhe intelektuale shqiptare këtë gjë ndoqi me shumë vëmendje, sepse deri në vitin 1928 në Shqipëri ka funksionuar Kodi Civil Osman ose Mexheleja siç quhej. Pra deri në 28-ën kishte gjykata shtetërore, pa dhe gjykata fetare. Kjo jo vetëm për pjesën muslimane të popullsisë, por edhe për ortodoksët apo katolikët. Pra divorci, çështjet e trashëgimisë e tjerë, qytetarët shqiptarë në shtetet shqiptar i zgjidhnin kryesisht në gjykata fetare. Pra kishte një popularitet legjislacioni, nëse mund të them. Po, u bë gradual. Zgjidhte nëse do të shkonte tek gjykata sheriatike osmane asaj kohe, ku ose gjykata kishtare, sepse edhe ortodoksët dhe katolikët kishin gjykata të vetat. Por ky zëvendësim mbas vitit 1920 deri në 23-shin filloi kështu gradualisht, pastaj mbas 23-shit fillon me hapa më të shpejt, pra gjykatat fetare zëvendësohen gjithnjë më shumë nga gjykatat shtetërore. Ndoshta besoj edhe për shkak të kuadrove. Po kuadrat ishin pa ato pak a shumë, sepse ne e dimë që para 12-s çështjet juridiko-civile përsëri zgjidhin kadit ose klerikat lokal. Ndërsa çështjet penale i zgjidhin gjykatat shtetërore, pra. Ndërsa civilet gjithmonë ata kishin pasur dhe normalisht po këta individ ose klerik nën punës që kishin bërë këtë detyrë para 12-s ose deri në 20-ën, po këta e bënin edhe në shtet pak a shumë. Po kjo pjesë u rekrutua. Po këta juristë që ishin formuar, por me kalimin e kohës, shteti shqiptar filloi të marrë, të huazoj legjislacion modern nga shtetet europiane. Dhe në 28-ën miratohet Kodi Civil shqiptar dhe zëvendësohet Kodi Civil osman ose Mexheleja. Sigurisht që kjo pat një periudhë debati, sepse pjesa dërmuese e juristëve ishin formuar me legjislacionin osman, pra me Mexhelen, i cili ishte një ligj modern për kohën, sepse është një ligj i përket fundit shekullit 19, pra nuk është shumë i vjetër. Megjithatë, kishte një pjesë e këtyre juristëve që megjithëse kishin studiuar në perandorinë osmane në Stamboll, dhe ishin juristë shumë mirë, ishin mendimit që Mexhelesi ka ardhur koha që të zëvendësohet me një legjislacion bashkëkohor evropian, sepse kjo i kishte krijuar shumë probleme Shqipërisë në raport me shtetet e tjera
fqinj, po edhe europiane. Pra, nëse ti do integrohesh në sistemin juridikon ndërkombëtar të këtij rajoni, je i detyruar që të posedosh një legjislacion të ngjashëm me atë me rajonin, pra me vendet europiane. Për këtë arsye, pra 28-ën është një pikë ndarje ku shqiptarët një herë mirë vendosin që të orientohen kritikisht nga bota, nga Oksidenti. Madje 28-ën, në nëntorin 28-ën, mos gaboj, është bërë dhe dita e diel pushim, sepse deri para kësaj periudhe ka qenë dita e premte. Pra deri mirë që 28-ën, po, dita e vorë e pushimit ka qenë dita e premte, dita xhumaja, xhumaja se mund të themi kështu. Po, bëhet dita e diel. Një tregues tjetër, po themi i procesit të udhëzimit. Sigurisht këtu ne nuk kemi hyrë në aspekte tjera shumë të rëndësishme, që është veshja. Po të shikoni fotografi të vjetra të studiove fotografike shqiptare, si është Marubi e tjerë, ne do shikojmë që e gjithë popullsia shqiptare, qoftë muslimane, ortodokse, katolike e tjerë, ka veshje pak a shumë të ngjashme. Pra pothuajse gjithë gratë kanë qenë mbuluara bie fjala atyre viteve. Ndërsa nga vitet 20 e mbrapa fillon përsëri procesi i modernizimit të veshjes. Një stil tjetër i të veshurit, një stil tjetër i të shfaqurit, edhe në komunikim, edhe në veshje, ndoshta edhe në format e organizimit. Tu flas për popullsinë, për masën, sepse ajo pjesa e nënpunësve të shtetit, ata sigurisht ishin oksidentalizuar pak më përpara, sepse po të shikojmë ato fotot edhe me frak, me fjalë ndoshta edhe kravatë mban një pjesë e tyre, por mban edhe ose atë papionin si francezët e tjerë, ose një kapele republik që ishte sigurisht që ne për gjithë këtë procesin e oksidentalizimit kishim si model Turqinë. Por ndryshe nga Turqia që procesi i oksidentalizimit u bë me reforma drastike, shqiptarët, elita jonë politike dhe intelektuale themi, procesin e modernizimit të saj e bëri me shumë logjik, pra e bëri në mënyrë graduale dhe të butë. Dhe me vullnet të lirë, pa dhunë. Ktu mund të ketë një përjashtim të vogël, por megjithatë edhe ai ka qenë i drejtë me konsensin e Komitetit Musliman Shqiptar, që ka qenë heqja e mbulesës së fytyrës në 37-ën. Edhe kjo bë me konsensus, pra Komiteti Musliman Shqiptar i atyre viteve në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë nga Varej ndërton një komision, pra caktohen 2 klerik shumë përgatitur, të cilët harton një relacion duke mbështetur mbi historinë e botës shoqërive islame, ose të mbulesës fytyrës, pra kur doli ky si fenomen, kur u zhvillua, cilat shtete islame e lejuan ose e ndaluan e tjerë, hartuan një relacion, fillimisht për vetë kuadrin e Komitetit Musliman Shqiptar, pastaj edhe për masat e gjera, dhe argumentuan që mbulesa e fytyrës së grave, jo e kokës, gjithmonë flasin për fytyrën, është një traditë arabe, pra që nuk ka të bëjë shumë me islam, sesa me traditën e një shoqërie, një kulture arabe në X moment caktuar historik. E ky interpretim pastaj u kthye edhe në ligj. Ky u kthye në ligj, këtu pak reagim nga disa qytetarë kryesisht në Shkodër ose në lokalitete tjera që ishin më konservatorë në këtë pikpamje, por shumica dërmuese e klerit musliman shqiptar të atyre viteve dhe të muslimanëve nuk është se patën shumë problem se këtë mbulesën e fytyrës nuk e kanë pas shumë të praktikuar se sa të kokës. E kokës ka qenë pothuajse nga gjithë komunitetet fetare, pra qoftë katolik, ortodoks, musliman, gjithë gratë shqiptare deri në 20-ën ose pak më përpara, pothuajse gjithë kanë qenë mbuluara se ashtu ishte tradita, nuk është se e kishin gjithë për çështje feje, por ishte tradita shqiptare, edhe fetare sigurisht, që ishin mbuluara. Pastaj çështja e fytyrës ishte diçka që ata e hoqën me shumë lehtësi, se nuk është se ishte përhapur në masë, po vetëm aty këtu. Sigurisht që kjo modernizimi i veshjes së femrës kryesisht, se meshkujt ecin me hape më të shpejta, u bë më gradual, më i shpejt, por më paqësisht. Pra nuk pat presion nga administrata e kohës themi. Pastaj periudha e presionit ose oksidentalizimit në një farë mënyrë të shoqërisë shqiptare me dhunë është koha e komunizmit që nëse do të dalim te pjesa e komunizmit, po flasim pak për periudhën e mbretit Zog. Pra, edhe ai ndërmori disa reforma, pra nuk e la këtë spontanisht, por se edhe organizimet, po themi politike, edhe festat kombëtare dhe po themi edhe mënyra se si u bë dhe ndoshta edhe ajo që mund të quhet një farë rilindje urbane, e gjitha ishte oksidentale, e gjitha ishte e re, ishte ndryshe nga
ajo që ishte tradicionale, nga kaldrëmet, nga shtëpitë, po themi, karakteristike, pra fillon dhe në arkitekturë në mënyrë. Po sigurisht kjo fillon nga në perioden e mbretërisë kryesisht, për çdo qytet shqiptar hartohet një plan urbanistik. Por theksi ishte kryesisht në Tiranë ose në Durrës, në këto qytete që ishin në kontakt me të huajt, por edhe me marrëdhëniet tregtare, kulturore tregtare, me fjalë, siç është Durrësi. Këtu reflektuar kryesisht arkitektura e qyteteve italiane ose Italisë Jugut. Madje kur bie rasti i them gazetarëve që a e dini se do ishte Shqipëria po mos kishte ardhur komunizmi, do ishte si Italia Jugut pak a shumë, si arkitekturë. Sepse ne po merrnim atë model, pra modelin arkitektonik të Italisë Jugut. Edhe një pjesë e arkitektëve italianë kanë qenë në Tiranë, në Durrës, së paku bulevardi kryesor i Tiranës dhe ai i Durrësit është. Por kjo, për shembull Tirana, pra rindërtimi i Tiranës në ato vite u bë në mënyrë shumë të matur. Pse të matur? Sepse mbreti Zog dhe burokracia e kohës vendosën që këtë pjesën e vjetër qytetit, pra pjesën otomane themin e të qytetit Tiranës, vendosën që mos ta preknin dhe ndërtonin në zona kryesisht që ishin bosh. Pra ndërtonin një qytet. Tiranën e re. Tiranën e re, ndërtonin një qytet të ri pa prekur të vjetrën. Pra sepse edhe arkitektët italian, që ishin njerëz shumë kualifikuar në fushën e tyre, kanë arkitektët më të mirë të kohës, ata ishin që për një ndërthurje të kulturave. Madje kjo ndërthurje e kulturave ka vazhduar deri vonë në Tiranë, pastaj fillon perioda e komunizmit që të shkatërrohet, pra kjo prishja e Tiranës vjetër themin e të kulturës orientale dhe të zëvendësohej me arkitekturë sovjetike apo etj. Pikërisht sepse komunizmi ishte një regjim i cili ishte sa kundër, po themi, trashëgimisë kulturore, sa kundër orientalizmit anadollak, aq edhe kundër oksidentalizmit imperialist në një mënyrë. Po. Çfarë ndërthoi ose cila ishte po themi oferta dhe filozofia e një regjimi që ishte kundër gjithçkaje? Sigurisht ata ishin në radhë parë kundra të vjetrës, në thojza. Pra çdo që është e vjetër ne duhet ta sa ta luftuan dhe çdo sjellje po themi oksidentale. Pra e pan çdo sjellje borgjeze, ndoshta një veshje, ndoshta një qethje, ndoshta një dukje, edhe për ata ishte. Sigurisht ata kishin referencë botën komuniste dhe kryesisht Bashkimi Sovjetik dhe shtetet e tjera lindore slave. Pra ata ishin kundër Oksident, sepse slavët, në përgjithësi, pavarësisht se ishin kamufluar në atë petkun e kopertinën e komunizmit, po kishin kulturën e vet, identitetin e vet kombëtar, kulturor, edhe në arkitekturë, edhe në përditshmëri e tjerë. Dhe komunizmi nuk është se mori si referencë botën, siç thotë aty, oksidentale ose Europën, por mori botën e Bashkimit Sovjetik dhe botën slave kryesisht. Ne po shikojmë arkitektura e këtyre viteve shumë uniforme, pra shumë e ftohtë, shumë e akullt, tipike lindore, një arkitekturë pa shpirt, pra që nuk flet, shumë e akullt për mendimin tim, shumë uniforme. Edhe sot ky kontrasti duket edhe në Tiranën e sotme, madje i këtyre objekteve që janë ndërtuar gjatë asaj periudhe. Pra nuk është se morën arkitekturën më të mirë europiane dhe zëvendësuan këtë orientalen. Përkundërzi, ata prishin dhe orientalen, por edhe pse edhe një pjesë e arkitekturës që kishte ngelur nga vitet 20-30 dhe u përpoqën ta zëvendësonin me arkitekturë që kishte si referencë kryesisht Bashkimin Sovjetik dhe botën slave. Mund të themi që dëmi që është bërë në ato vite është jashtëzakonshëm, i pambatshëm në aspektin material, sepse ne e dimë që një pjesë e objekteve që ishin ndërtuar qoftë para 12-s, por edhe në periudhën e mbretërisë u prishën për të zëvendësuar me objekte tjera. Pra ka bën një dëm pa llogaritshëm. Mjafton të përmendim vetëm numrin e xhamive që u shkatruan, xhamive vjetra, sepse ka pasur me qindra xhami që janë prishur, por një numër i vogël i tyre i përkiste xhamive që kishin vlera muzeale të mirëfjellta, siç është xhamia Kavajës, po edhe xhamia tjera, të cilat po të ekzistonin sot do kishin shumë vlerë në aspektin turistik. Pra, edhe sikur mos përdoreshin si objekte kulti, për Shqipërinë, për shtetin shqiptar do ishin referencë shumë e rëndësishme për turizmin, për turistët që vinë nga jashtë, sepse turistët nuk kërkojnë objekte që moderne kulla, por kërkojnë ata duan të njohin të shkuarën atë që është specifike për kulturën e atij vendi dhe atë që diferencon pastaj me. Po, ne kemi zhvilluar një paragjykim deri diku, në përgjithësi paragjykimet janë të padrejta, po ky është shumë i padrejtë për gjithë trashëgiminë orientale që ka pas Shqipëria, por nga ana tjetër harrojmë që
qytetet kryesore që ne kemi sot si pikë referencë për turistët e huaj, janë qytete që ndërtuar pikërisht periudhën orientale, thojë. Pra turistët vinë për të vizituar Beratin, për të zgjuar Gjirokastrën, po. Krujen. Pra ne qytete origjinale, të mirëfillta, historike, monumentale, kemi vetëm Beratin dhe Gjirokastrën, deri diku edhe pazarin e Krujës. Pastaj qytete tjera, aty këtu është shkruajt qytetet tjera mund t'i vizitor si bunker, pastaj mund si bunker, po, thjesht për kulturën e luftës totë, për mendsinë e luftës totë. Dhe për disa turistë hollandez, të cilët vizitojnë Beratin, dhe Berati ka të, po themi, arkitekturën osmane tipike, të veçantë, të jashtëzakonshme, dhe menjëherë fillon pastaj periudha e ndërtimit gjatë regjimit komunist. Dhe për ata ishte pa kuptueshme që e njëjta shoqëri thotë të ketë ndërtuar këtë bukuri dhe këtë shëmti. Pra, nuk ka mundësi që të jenë kaq të ndryshme brenda të njëjtës shoqëri. Dhe duket sikur imponimi, po themi, komunist këtu ishte i dhunshëm. Pra nuk ishte si në proceset e tjera që ishte gradual ose ndoshta i suportuar, po pa dhunë. Tashmë kemi një ndryshim të arkitekturës, të mënyrës së veshjes, të mënyrës së komunikimit, i cili ishte i dhunshëm. Çfarë prodhoi kjo për kulturën shqiptare? Ka prodhuar një kaos për mendimin tim, qoftë gjatë regjimit komunist, po sidomos mbas 91-shit, sepse shoqëria shqiptare u detyruar për shembull femrat që dikur nuk dilnin punë fare ose merreshin me ato punët private në shtëpi, u detyruar që dilte në punë patjetër dhe të ndryshonte edhe stilin e veshjes. Pra kjo bën më dhunë. Për shembull gjyshet tona ndoshta kanë mbajtur një napë të bardhë ose diçka në kokë, kjo edhe për kushtet klimatike, pra u detyruan që gradualisht të zëvendësoheshin gjithë këto elementët e trashëguar prej shekujsh me veshje moderne sipas mentalitetit komunist. Pra u bë një proces i zëvendësimit të elementëve oriental me dhunë. Pra nuk u bën në mënyrë graduale, se mund ta bënte fare mirë në mënyrë graduale, siç e bëri Zogu që i la të lirë, krijoi rrethana të kushtit që njerëzit avash të emancipoheshin, por këta e bën me ligj. Pra hartuan ligjet posaçme që e shkatruan gjithë këtë trashëgimin orientale, themi ne, nuk është se oksidentalizuan siç e përmendëm më sipër, por thjesht bën një zëvendësim të kësaj kulture me elemente mentalitetit komunist ose slavonlindor. Pra kishte madje edhe disa emra që ishin të ndaluar, ti nuk mund të emërtoje fëmijët më me emrin Muhamet, Hasan. Po kjo është fushë tjetër, kjo është një temë shumë interesante. Unë dikur kam pas bërë një shkrim për çështjen e etnonimeve shqiptare, madje ne mund ta përmendim që shqiptarët në si kulturë nuk është se kanë pas mbiemrat, se në përgjithësi lindja si kishte mbiemrat, mbiemrat e ndukurie vonë. Me ligj Zogu kanë nxjerrë vendosjen e mbiemrave, pa Ataturkun, pra Turqinë që meritoi një ligj për vendosën mbiemrave, dhe këtu edhe Zogu pas disa vitesh nxorri një ligj që njerëzit do të kishin patjetër një mbiemër. Jo se nuk kishin mbiemra, shumë njerëz kishin mbiemra, por kishin mbiemrin pra merrnin si mbiemër fshatin, krahinën, emrin e gjyshit, kryesisht merrnin emrin e gjyshit së babait, sepse kështu ndërtohet pema gjenealogjike më kollaj. Ne sot nuk e ndërtojmë dot, ndërsa të para tonë ndërtonin pemën shumë kollaj, pemë gjenealogjike. Sepse kishin marrë mbiemri kryesisht ose ajo me cilën emërtoheshin ishte emri vet dhe emri i babait, ose i gjyshit. Ose i gjyshit. Po. Ose profesioni. Ose fshati nga vinte, krahina. Pra ishte i tregus, po themi, identitetit i tij, ose krahinor, ose profesional, ose të aspekteve që kishte bërë me jetën e tij. Për shembull, kur e nxjerrë ata turku këtë ligjin për vendosjen e mbiemrave, turqit s'kishin mbiemra dhe tash ku do i gjeni gjatë mbiemra. Dhe ne që kuptojmë gjuhën turke, që kemi studiuar pak a shumë atje, na vjen për qesh kur dëgjojmë mbiemra turq, se janë mbiemra kështu tamam për qesh, artificial, shumë qesharak. Mbiemrat shqiptar janë më origjinal deri diku, sepse vin nga kjo dukuri që tham ne. Tash i vim te periudha e komunizmit, kur regjimi komunist nga vitet 60 fillon një diskutim për çështjen e emrave të njerëzve. Pra kjo hyri tash procesi i shkatërrimit të trashëgimisë islame, mund të themi ne, se ne themi orientale, por në të vërtetë është islame, jo. Filloi tani me ta bënin qilizën, pra me dhunë, i projektuar nga sipër. Dhe u ngritën disa grupe pune për çështjen e këtyre zëvendësimit të emrave të njerëzve, se Zogu kishte bërë për shqiptarizimin e emrave të vendeve, pra toponime slave, bullgare, që ishin ngel nga pushtimet
e para shumë shekujve Zogu i zëvendësoi me toponime shqiptare. Pra e bëri vetëm për toponimet, jo me emrat e njerëzve. Është shumë subjektive ajo emri njeriu. Pra diçka që është prek direkt lirinë dhe drejtën e njeriu. Imponim pastaj. Ndërsa këta fillon tash me emrat e njerëzve, nuk u morën fare me toponimet, sepse ai do filluan nga toponimet. Pra zëvendësosh të gjithë emrat slav, bullgar, po edhe turq, pse jo? Po un kam bën një bilanc me fjalë që Car Stefan Dushani ka qëndruar shumë pak në disa dekada në Shqipëri dhe Shqipëria ka pjesën ndërmuese të toponimeve ka në gjuhën slave dhe bullgare. Ndërsa Osmanët kanë qëndruar gati 500 vjet, po kanë më pak se sa Car Stefan Dushani dhe pushtimi bullgar që ka qëndruar disa dekada. Sepse presioni asimilues i slavëve ka qenë shumë i ashpër se sa i osmanëve. Osmanët kanë qenë më liberal në kuptimin e etnicitetit, kulturave lokale. Etnicitetit, pra nuk merreshin shumë me kultura lokale ose me etnitë e njerëzve. Kështu këtë parim e kanë gjithë perandori në përgjithësi kudo në botë. Dhe këta dalin kont komunizmin, ndërtojnë disa grupe pune dhe hapin një diskutim edhe publik në ato shtypin e kohës. Pra si do bëhet ky zëvendësimi i emrave të njerëzve. Dhe filluan por ta kamufluar gjithë këtë politikën anti-orientale, themin anti-islame, hartuan edhe një listë me emra gjëra që kishin origjinë shqiptare, që vinin nga antikiteti. Dhe këtë mirë e bën, nuk është një gjë e keqe, Ilir, Agron, Teuta, nuk është gjë e keqe. Kjo është gjë shumë e mirë që e bën në këtë aspekt. Por problemi ishte metoda si e bën. Metoda si e bën edhe shumë emra të tjerë që futën, se futën edhe emra tjerë që vinin prapë nga bota slave, pra nuk ishin, edhe ata ishin me origjinë shqiptare. Sigurisht që kjo nuk preku vetëm komunitetin musliman, pra bashkësinë islame, muslimanë shqiptar. Kjo preku të gjithë komunitetet fetare në Shqipëri. Pra dhe katolikët edhe ortodoksët e kishin të problem. Edhe ata goditeshin. Dhe po të shkoje, hartuan dhe një fjalor emrash, etnonimesh, dhe po të shkoje në gjendjen civile, ato deri diku ta orientonin ata se cilën emër të zgjidhin. Emrin e fëmisë. Për shembull kur ka lindur vllai im, ka dash babit i vet emrin e gjyshit, babait vet Hasan, ato se kanë lejuar, kanë konsideruar si një emër të vjetër. Dhe ai babai vendos emrin shpëtim. Pastaj kur lindun ishte zbutur pa ky presioni i regjimit komunist, dhe ai vendosi emrin e gjyshit që kam sot. Kjo ishte një dhunë deri diku. Një dhunë, madje me një mikun tim të huaj, vdes diku në Shkodër, shkon Varreza. Dhe ai shikonte atë kontrastin e madh, para 20 vjetësh më madh, kontrastin e madh të emrave që kishin njerëzit që kishin vdekur deri në vitet 70, 75 dhe ata që kanë vdekur mbas këtij viti. Pra ata që janë deri në 75-ën i kanë gjithë emra musliman ose katolik, po me identitet fetar, me kuptim fetar. Po sigurisht. Tash feja është një element që ne nuk e shmangim dot. Unë kujtoj një intervistë që Reis Cico, një gazetar shqiptar i ka marrë Havelit, intelektualit dhe politikanit të famshëm, i cili ka thënë ju në Shqipëri do ta keni problem procesin e demokratizimit, europianizimit, sepse ju gjatë periudhës komunizmit keni shkelur një të drejtat lirit fetare, pra keni ndaluar fen, keni pas problem me ligjin, sepse këtu ligj ka pas, po ligji, pra nuk ka pas shtet të drejtës, pra mund të kesh shtet ligjor, diktatorial, kushtetut, por nuk ke shtet të drejtës, pra ti nuk je i lirë, nuk ke drejta si individ. Dhe ka thënë që do keni shumë problem me këtë procesin e demokratizimit brendshëm. Edhe ne sot mas më të njëshit, edhe në fushën e etnonimeve, emrave që ne i vendosim fëmijëve sot, kemi një problem, ne nuk kemi referenca. Sot s'kemi as referenca fetare. Thjesht ne na pëlqen një emër nga një telenovel dhe ja vendosim fëmijës. Pra nuk kemi një identitet kombëtar, fetar tonë si shqiptar. Pra ka një kakofoni në fushën e etnonimeve. Dhe kjo është për shkak të politikës që ndoqi regjimi komunist ndaj vendosjes së emrave. Përsa një shputje shumë të shkurtër, rikthehemi sërish bisedës tonë, ndërmi që jemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi që në studio, jemi me historianin dhe studiusin Hasan Bello, po diskutojmë një proces i cili duket se ka së paku një shekull që është prezent në shoqërinë tonë, është okcidentalizimi i shoqërisë shqiptare, ku diku është bërë si proces i pashmangshëm kulturor për shkak të ndryshimeve gjeopolitike në rajon dhe më gjerë, po diku është bërë dhe në formë të dhunshme,
Ndërkohë, profesor, ne thamë që disa procese oksidalizuese, pra kalimi nga alla turka në alla franga, ishte edhe një përpjekje edhe për të distancuar disi edhe nga një realitet fetar që këtu ka qenë prezent për shekuj. A kishte njerëz që arrinin të ndërthurin të dyja, pra edhe një lloj oksidalizimi të jetës private, po edhe një fetari e shëndetshme. Pra mund të bëheshin këto të dyja apo përjashtonin njëra tjetrën? Jo, kjo çështje është zgjidhur shumë mirë nga shqiptarët dhe edhe nga klerikët e mirënjohur shqiptar. Për shembull, po marrim rastin e Hafiz Ali Korçës, që është një nga klerikët më të emancipuar, ose Hoxha Santasini e tjerë. Pra këta edhe për çështjen e alfabetit, se edhe çështja e alfabetit është shumë e rëndësishme, pra që këta zgjedhin gërma latine dhe jo gërma arabe ose osmane, e kanë zgjidhur këtë dualitetin. Pra ne, muslimanët ose shqiptarët, e kanë për detyrë të marrin më të mirën nga çdo lloj qytetërimi. Pra nuk kanë lejuar që të shihet si një përplasje ose është e mirë, midis dhe nuk bie kundërshtim me fen, do të merret patjetër. Për shembull, bie fjala shënsori. Çka rëndësi ka kush e ka shpikën shënsorin, pra nëse është dobishme për ty, duhet ta marrësh. Po e kishim të çështja e gërma alfabetit, se këtu fillon ajo aja e procesit të oksidalizimit. Duke pas parasysh që Hoxha Santasini ka hartuar një fjalor, një alfabet, po edhe vepra tjera. Edhe ai vetë është shkolluar në Francë. Shkolluar në Francë, një pjesë, është një madje në Perandorinë Osmane merri si modeli i teologut, pra bashkohor, pra një person i cili ka dije solide jo vetëm në fushën teologjike, por në fushën e shkencore, pra shkencat eksakte shoqërore të tjera. Ai ka reflektuar më shumë vepra këtë gjë. Hafiz Ali Korça të njëjtën gjë thotë kur ky bën një takim me thret ministri i brendshëm të Perandorisë Osmane, Talat Pasha. Ishte një nga 3 liderët kryesorë të Komitetit Bashkim dhe Përparim, pra zonturqve. Dhe i thotë që ti je hoxh latinxhit, ti thotë do ta shkruash gjuhën shqipe me gërma latine, kjo duhet bëj kështu, duhet bëj dëm. Jo, i thotë Hafiz Ali Korça, sepse gërmat nuk janë as mumin as qafiri, thotë. Pra kjo është e shkruar që tema, e ka shkruar vetaj. Ky është një politizim që i bën, i thotë, çështjes së alfabetit, pra një politizim i padrejtë, sepse muslimanët shqiptarë ose shqiptarët nuk është se dalin nga feja nëse marrin gërma latine. Pra që në atë periudhë, kjo vazhdon pastaj me Hafiz Ibrahim Dalliun ose me teologë tjerë, që merren me çështjen e patriotizmit shqiptar, me lëvizjen kombëtare, dhe ata ishin të orientuar shumë saktë, pra e dinin që shqiptarët, muslimanë ose jo, duhet modernin më të mirë nga perëndimi. Pra, nëse kishte një diçka të mirë, kjo dhe nuk binte në kundërshtim me principet dhe parimet e fesë islame, ata duhet e huazonin patjetër. Ky është një lloj oksidalizimi shumë racional, për mendimin tim, dhe që nuk bie ndesh me parimet humane, fetare e tjerë. Pra nëse ti merr gjëra që janë të mira, shpikje që janë pozitive, sepse qytetërimet do të kemi parasysh që kanë dhënë dhe kanë marrë me njëri tjetrin. Pra në sociologji kjo quhet difuzion. Ju duhet ta dini më mirë se unë. Difuzion kulturor. Pra edhe qytetërimi arab ka marrë, po edhe ka dhënë në janë të pashmangshme. Janë të pashmangshme. Sepse komunikime dhe ndërveprimet kulturore, veçanërisht atë Shqipëria që është midis, po themi, dy civilizimeve, pra është një urë midis lindjes shpesh edhe perëndimit. Po, edhe shumë e drejtë, dhe ti je detyruar që ti marrësh, pra gjithë këto novacione temen je detyruar ti marrësh pavarësisht se kush ti shpik. Në Islam kjo është diçka e pranuar, po pastaj edhe universale. Universale, po është universale patjetër. Por ne e kemi fjalën tek qëndrimi që teologët, intelektualët musliman shqiptar kanë mbajtur ndaj këtij procesi. Pra ato kanë qenë pro oksidalizimit, por ai sa i duhet shoqërisë shqiptare dhe muslimanëve shqiptar. Pra ai është e shëndetshme. Ai është shëndetshme. Dhe jo në mënyrë drastike, pra projektuar nga lart, pra me dhunë. Thjesht të vi natyrshëm, pa imponim nga struktura shtetërore. Ju përmendni te shkrimi që nëse më herët ishte më e përhapur, po themi, huazimi i termave osmane dhe greke, tashmë fillon edhe, po themi, huazohen në komunikim terma europian tipik si francez dhe anglez. Që do thotë se Greqia asaj kohe konsideroi orientale, greqishtja konsideroi lindje në atë kohë? Sigurisht që konsideroi lindje, madje edhe ato kanë njëtin kompleks si puna jone së kësaj dite që nuk e din ku janë akoma, janë lindje apo perëndim, por edhe në Greqi ka një debat po ka një kompleks gjithmonë, sepse ata mbajnë veten si trashëgimtarë të perandorisë bizantine, pra perandorisë romake të lindjes themin. Dhe ata
ka edhe aty ka një kompleks të elitat intelektuale ose edhe popullsia, por ata gjithsesi janë më të qartë se sa ne, sepse aty nuk pati komunizëm dhe ata kanë zgjidhur të dilemë më mirë, më qartë se sa ne. Ndërsa tek ne nga që interferoi komunizmi me dhunë shtetërore, strukturore, intelektuale e tjerë tek popullsia, këtu akoma sot kësaj dite ka një debat midis intelektualëve shqiptar, kujtoj këtu debat midis dy shkrimtarëve të mirënjohur, Ismail Kadare dhe Recep Qosja, lidhur me identitetin kombëtar të shqiptarëve. Pra nëse Kadaria thonte që ne kemi identitet kombëtar krejtësisht oksidental, Recep Qosja me drejt për mendimin tim thotë që Shqipëria ka një harmonizim midis kulturës orientale dhe oksidentale. Dhe kjo qëndron për mendimin tim se kjo vërehet në gjitha aspektet e jetës sociale të kombit shqiptar, paktën këto 100 vjetët e fundit. Po ndoshta dhe po themi në këto vitet e fundit fare, duket sikur shqiptarët po shkojnë tek ajo që është e natyrshme, pra edhe po rikthehen tek diçka që është tradicionale, që është pjesë e identitetit të tyre fisnor, krajinor, po dhe fetar, po ndërkohë edhe nuk po lënë mangut asnjë gjë që është e kohës dhe që është inovatore. Pra duket sikur koha po jep të drejtë akademikut qose që ajo çka është shqiptare nuk ka pse të jetë përjashtuese për një civilizim ose një tjetër, madje është pasuri kur ndërthuren të mirat e dy civilizimeve. Po kjo është në fjalë e natyrshme që ne do të marrim më të mirat, pra kush është më e mira nga të gjitha anët që vjen, qoftë nga perëndimi, qoftë nga lindja, pse jo, mund ta marrim. Unë shpesh sjell si model sepse duke jetuar për pak kohë në Turqi, aty shikoja turistë europian që vinin dhe kishin qejf bënin muhabet me njerëzit ose me ato që rrinin në hotel ose kështu. Lindja ka diçka është më e ngrohtë për sa i përket marrëdhënieve ndërnjerëzore, pra komunikimit me njëri tjetrin, njerëzit e kështu. Perëndimi në këtë aspekt është më i ftohtë. Pra ne e dimë që në Gjermani ose në një shtet tjetër njerëzit janë pak më të ftohtë në raport me njëri tjetrin sesa në lindje. Por në aspektin infrastrukturor perëndimi ka shkuar shumë përpara. Pra e mira është këtë që bën dhe këta turistët europian që i pëlqen kjo kultura e komunikimit ose ngrohtësia që kanë njerëzit me njëri tjetrin, komunikimi në lindje, por edhe ne duhet na pëlqejë infrastruktura që ka perëndimi. Pra qoftë infrastruktura rrugore apo transporti ajror, ku diun, kompani celulare e tjerë. Pra janë diçka që për mendimin tim duhet ndërthuar dhe të merret më e mira nga të gjithë kulturat, qoftë orientale apo oksidentale. Edhe këtë kanë bërë, po themi, elitat po themi më të mira të kohës tonë, ku kanë ditur të ndërthurin atë që është e nevojshme, atë që është po themi origjinale, pra një ekuilibër midis përshtatjes dhe origjinalitetit. Profesor, më falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju faleminderit juve. Miq, këtu e mbyll këtë takim të sotëm, folëm për proceset oksidalizuese të shoqërisë shqiptare, ku përmes tyre kuptojmë një rrugtim në të cilën Shqipëria ka kaluar. Na duhet që ta njohim këtë rrugtim për të kuptuar se ku kemi mbritur, por për të kuptuar dhe cili është destinacioni i duhur, edhe kulturor, edhe gjuhësor, edhe civilizues i shoqërisë tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish javën e ardhshme me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar deri atëherë kalofsa mirë.